Në një kohë kur përfaqësues të familjeve që preken nga projekti TIT protestonin jashtë sallës së Këshillit Bashkiak dhe kërkonin që përfaqësues të tyre të hynin brenda, mbledhja e radhës e KB Durrës filloi. Ishte këshilltari bashkiak Ardian Mukaj që i kërkoi kryetares së Këshillit Denisa Luarasi lejimin e një përfaqësie të banorëve, por kërkesa nuk u mor parasysh dhe mbledhja vijoi me diskutimin dhe miratimin e 11 projekt vendimeve në rendite. Në fillim, këshilltarët të djathtë dhe të majtë bashkuan votat për zgjedhjen e zëvendës kryetares të re të Këshillit Bashkiak nga radhët e opozitës. Ajo është Mirela Shala dhe e merr këtë detyrë pas dorëheqjes në muajin dhjetor të ish zëvendës kryetares Edlira Devolli. Ishin pikat që lidheshin me indeksimin e pagave të gjithë punonjësve të bashkisë, institucioneve në varësi dhe policisë bashkiake e të tjerë, ato që nxitën në reagimin e opozitës, e cila i abstenoi me vot këto projekt vendime. Nuk besoj që on blok e gjithë administrata e bashkisë ka performuar më mirë, është rritur profesionalisht dhe tjera dhe meriton këtë rritje. Siç e thanë dhe parafolësit, besoj që kemi shumë problematika, kemi ato 6% që të famshëm, dhe nëse këto 2 milion që do kalonim atje, do jepni dorë atyre njerëzve që realisht janë nevojë. Natyrisht do isha për rritjen e rrogave të mësuesve, të edukatorëve, do isha për rritjen e rrogës policisë bashkiake, por nuk shoh që pse duhet të rriten rrogat e administratës me fill bashkisë. Duhet kemi parasysh që ndihmojmë dhe këto familje në nevojë, se është e turpshme sa paguhen ata. Nëse më lejohet thjesht të përmend një nga këto familje këtu në relacionin që keni dërguar ju, Fatbarda Kasmi, familje në nevojë me shumë përfituese në vlerën 57.000 lekë të vjetra. Familja Merita Ahani, 21.000 lekë të vjetra. Pra kjo është e turpshme, rritet rroga e kryetares bashkisë, se ja kemi harruar dhe fytyrën, se nuk vjen as në mbledhje. Për çfarë lodhet kjo kaq shumë? Për çfarë rrit pagën, domethënë? E ndërsa jashtë sallës protestuesit kundër projektit TIT, të mbështetur dhe nga përfaqësues të partive të vogla, kundërshtonin me megafon lënien e tyre jashtë mbledhjes, brenda në sallë nënkryetari i bashkisë Gentian Kallmi u përgjigjej pyetjeve të tyre. Gjatë kësaj kohe, bashkia ka mbledhur të dhënat dhe ka zhvilluar takime me qytetarët që prek nga ky investim, sepse jo çdo qytetar ka të njëjtat problematika. Çdo dokumentacion është administruar dhe është përditësuar rast pas rasti në bazë ligjit për arkivat. Ky dokumentacion do të shqyrtohet dhe do të plotësohet nëse do jetë nevojshme nga grupi ndërinstitucional i ngritur dhe në fund të procesit administrativ të shqyrtimit të konkluzionit, grupi të dalë me konkluzionet përkatëse rast pas rasti. Me thirrje turp e pritën protestuesit daljen e këshilltarëve të majtë nga ambientet e bashkisë, ndërkohë që këtë herë në mbështetje të tyre kishin edhe një përfaqësi nga banorët protestues të Baks Riollit.